për bën një absurditet dhe më shumë se kaq. Zoti Shehu këtu përshëndeti një hapin e parë të marrëveshjes prej 21 pikash të planit të paqes të presidentit Trump dhe kanë përshëndetur sa përgjeni edhe personalitete botërore. Është hapi i parë dhe meriton përshëndetjen më të plotë. Izraeli tërhiqet në një linjë të caktuar, lirohen 20 pengjet e gjalla nga Hamasi. Çfarë ka këtu? Çfarë u shkel këtu? Kush e pengoi kryetarin e parlamentit të hap parlamentin me një përshëndetje të tillë? Kush e pengoi kryetarin e partisë krimit të kërkoj fjalën dhe të hap parlamentin dhe të hap me gjatë tillë? Çfarë është kjo, domethënë, am thonë? Kjo është për të përshëndetur, janë 20 pengje që lirohen. Po e përshëndesin të tjerë kurse ne këtu i bëjmë gjyqin atij që propozoi. Këtë duhet ta bënit ju. Po ti hape parlamentin me një apologji hipokrite. Enver Hoxhën e futet ti me urdhër të Edi Rams në agjendë. Kryegjelatin e shqiptarëve, Hitlerin e pas luftës e futet ju, nuk është aberacion, nuk është gabim i librarisë. Ka një ligj ky parlament të vitit 92 që ndalon, denon propagandën komuniste dhe për Enver Hoxhën, e ndalon atë. Ka rezolut parlamenti. S'është punë biblioteke dhe bibliotekarësh kjo. Rezolutat e parlamentit janë të detyruara. Imagjinoj ju shmundnote po të futej, një minutë, po të futej Hitleri në Bundestag. Ju do thoni nuk ishte Enver Hoxha për masat e Hitlerit. Unë u them ju këtu, se në prill të vitit 1991, Samiti Edeus ka vlerësuar deklaratën e tij Enver Hoxhën si Hitleri pas luftës. Dhe ka disa analogjira, infanticidi, midis tjerash që, po si mund të futet ai? Faleminderit, fjalën e ka kërkuar deputetja Josefina Topalli, zonja Topalli.